Dhe dhurata që do doja për këtë ditëlindje është, përveç që të shkojmë 100.000 subscribers, të qëndroj shtrirë gjithë ditën, mos bëj asnjë punë, mos shkoj në punë. Më dhe mbin shumë kemot, ndihem shumë e lodhur. Dhe dhurata ime është paktën sot për ditëlindje. Do doja domethënë të ishte dhurata ime, të qëndroja në shtëpi gjithë ditën shtrirë, të shikoj televizor dhe mos bëj asgjë. Por duhet të çohem sepse duhet të shkoj në punë. Pra, rikthehemi në realitet. Përshëndetje Angels dhe mirëserdhet në një video tjetër në këtë kanal. Festojmë së bashku ditëlindjen për vit të 4 më duket, atë 5, s'mbaj mend, këtu në YouTube. Dhe pse do doja që të më ishte plotësuar të paktën një nga dëshirat të shkoja 100.000 subscribers, nuk shkuam, s'ka problem, uroj vitin tjetër të shkojmë. Ikët pro kush, ma ka ditëlindje, kush, as pa ne të mëta. Shumërime. Ta veja? Pasi se në izim një qina. Cilin? Ja, moj e ndurë, bëni tas. Që e krejtëm? Bëni moza. Ska që në? Zelda. Kush vjen? Ja. Ashtë të pi kofe. Të pi kofe, ja. Që në nglejnë do të Qa ka një? Ljune ja shumë sa më Sa bukur e ke të mënesh? Kalla atje. Jena përgjene që mohu. Së latë mësh a njëri faktë. Shumë bukur, shumë. Me se për 2 tjerë, se 2 tjerë. Jo, më s'ka gjes. Qana, në qitë të sytë në kodër, nga gjenë tjerë, Që po me biljerë të tjera vjeqën i Po tash ka ditëlindje. Është të dara kot në 9 pallet, 10 pallet, 1 orë. E ma gjiro shi. Këna me të moj prejme. Ka këtë të skujqin tjilë nëse në faqë. A jema Jasmina, Jasmina. Duhet me lavu aty, cili me cilin kombinen. E thash të ajta anë tortën dhe... Duke si e do nume. Ama i lida që në afe këtë. Me për ty. Happy birthday. It's my birthday. Po të këne jase? Shumurime për ty. Shumurime për ty. Shumurime për veten. Shumurime për ty.
Bravo. Doni, hajde zhytu të Mirë është des? A keni shkru këto? Ase një shkru këto kujtare? Makinës kjo ajo. Ja është na këto të pullave, është pull. Ajo. Jam marrë vendin A bëj për dekor? Po për zotë. Çfarë? Me më shiri, ka shumane me më shetar të rrumuj? Pa me bëjmë sfam. Se prisi, ja? Pa hajde me vajzë që me të marrë katër. Çfarë e për me të furu, vjen dhe tjera 7 modës. Sot është vlejtës Po të fikë vetë qirin. Ka vaj djeta komë. A se hape këta? Nisë të porosi, kine me bëhë, kine me bëhë, të përgëto. Si hape. Shefe ka shkut? Ashtu ishte ideja. Ka këtu. Qa kemi bërë kështu bërë? Qa kemi bërë, moj? Fotot e shtetanave. Me disi të pakzuar. Hajde, një sa u dhe të Në kam rrëllë më gjesë? bro. Një gotë është moshëm, që që një? Një moshëm të moshëm. Era par dolin e 2 gota. Ja me se pi me shishe unë. Ja marrë. Rit me Hajde, me nëse po si bole t'i vetë s'ti bërkur. Kujdes se bërna lok. Puf, lamsëve. Puf! A bën maj? Po, qoje të shumë. Me gisht mama. Po a shkoni dam copen. Kollën gjithë Sel, largo se do të lagi ty. Ashtu dhe, bravo. Oh, he, idhe n'got, idhe n'got, idhe n'got. Basi do na mordesë. Po plashi bashko, zat jetë lumëtën. Vesh më nga bullnejshi, se di... Se kam pas ka... Bani ata moska vajore. Qëka... Unë nuk jam nisë për të zezë. Bajana? Të të dola pap. Me, a ki për qafi malë? Ki për qafi malë dhe up to you. Higa, thoj alës up to you. A, dritë, bukur, dritë. Që. Higa. Så det är så färdigt i höghuset. Zuar e dashur edhe I qenë inshallah. Faleminderit. O dhe, raki. Ka ndanos model sante. Daj. Ndizemor. U përvëllua, amore. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Dezin, shumurime për ty. Uçalë. Kanë kaluar shumë kohë, pasi ka kaluar ditëlindja ime, dhe t'ju them të drejtën që atëherë nuk është se kam hapur më kamerën. Imagjinoni, kanë kaluar pothuajse 2-3 javë, base, të lidh pak flokët, dhe thash që mbase nuk e postoj fare këtë videon e ditëlindjes, sepse nuk është se bera ndonjë
as fest nuk, as për ta festuar nuk është se festova të madhe, por edhe nuk është se kam filmuar tamam siç duhet. Flokët e mia skandal sot. Gjithsesi, thash paktën t'ju tregoj disa nga dhuratat dhe thash pse mos ta postoj këtë video sepse kemi shumë kohë pa postuar video këtu në YouTube dhe ndihem realisht shumë po shumë keq sepse dhe para disa ditëve te puna më pyeti një vajzë nëse kam lënë YouTube-in dhe i thash normal që nuk e kam lënë YouTube-in, thjesht duke qenë se jam tepër e ngarkuar me punën të Saudeza, nuk kam kohë që të filmoj dhe të editoj, plus që këto kohë jam marrë vetëm me koleksionin e ri të Saudeza dhe kam qenë gjatë gjithkohës nga mëngjesi deri në darkë të puna, kështu që nuk është se kisha ndonjë gjë për të treguar. Kam vajtur edhe në Itali, është udhëtimi i parë brenda këtyre viteve që bëj YouTube, që nuk kam bërë vlog dhe nuk kam filmuar, në fakt ishte udhëtim pune, dhe ishte i vetmi udhëtim që nuk është se kam bërë foto video, kam postuar vetëm 1-2 foto më duket në Instagram, por nuk kam bërë vlog për në YouTube, sepse doja të fokusohesha vetëm te puna. Dhe nuk mund t'i bësh gjitha përfundimisht, gjitha ato që do kur ke 100 angazhime. Kështu që gjithmonë do ngelen disa gjëra mbrapa, siç kam lënë kohë të fundit YouTube-in dhe më vjen shumë keq për këtë gjë, por sot jam për udhëtim dhe me patjetër do të hap një vlog. Gjithsesi tani ju do e keni kuptuar se ku do kem vajtur, mbase nga Instagrami. Do bëjmë vlog tjetër normal për udhëtimin që do bëj. Tani thash t'ju tregoj disa nga dhuratat që kam marrë për ditëlindjen. Nga ta fillojmë me këto njerë që kam këtu. Si fillim këtë këtu, ne kishim dhe përvjetor me Donin, mbushëm 19 vite martes, kështu që vitin tjetër bëjmë 20 vite, sot i madh. 19 vite bashkë, vitin tjetër bëjmë 20 vite, sot i madh. Ku ka kaluar kaq kohë, vetë nuk e besoj, dhe më bëri këtë këtu bërzëlykun dhuratë Doni. Kurse fëmijët për ditëlindjen më bërën këtë unazën këtu. Kjo është unaza martesës, e kam patur gjithmonë nga kjo anë dhe shikoni si më ka bërë shenjë gishtin këtu dhe kalova këtu që të duket pak më plot bashkë me këtë unazën. Pra këtë këtu më bërën fëmijët, më pëlqen jashtë mase. Në fakt si kjo unazë e kam bërë dhuratë të Gylbenës para 2 viteve dhe gjithmonë thoja që kur të bëhem mbar do ta blidhe për vete, nuk u bëra mbar, por më bërën fëmijët dhuratë. Qa tjetër? Këtu tani qa kemi? Çantën këtu që më bërën vajzat e Saudezës. Është vishnje e errët, por nuk është se duket shumë tani në kamer, po është shumë e bukur, është tamam kjo vishnje e errët që më pëlqen mua. Akoma nuk i kam përdorur sepse prisja që të bëja unboxing dhe t'ju tregoj gjitha dhuratat. Madje më ka bler dhe mami disa tenxhere dhe tigane dhe nuk u bëra mbar për t'i treguar, i mbajta kaq kohë në kuti dhe thash një ditë e di qa, hapi më mirë deci se sa të kujtohesh ti për video ngellën pa u përdorur ato tenxheret. Pra, nuk e di a dallohet qyraja dhe brenda. Është një vishnje shumë e bukur. Përveç çantës e pa që edhe në video që më kanë bërë surprizë dhe diçka tjetër më kanë bërë. Shikoni pak për këtë u lumturova pa fund. Kam një gift card për të bërë masazh tek Elixiri. Mezi pres të shkoj, të gjej kohën dhe të shkoj ta bëj. Dhe madje dje më pyetën vajzat e ke bërë masazhin apo? Jo, normal që jo, thashtë s'kam patur kohë. Është kjo këtu, dhe ja thot dhe këtu masazh dhe thot shijoje. Mezi pres, shkoj ta shijoj. Ua, se keni idenë se jam lumturuar për këtë dhuratë. Të më thonë ju pse nuk mund të shkosh dhe të bësh masazh pa ta bërë dhuratë. Kur ta bëjnë, është ndjesi tjetër, nuk di se si t'ja u shpjegoj. Më pëlqeu shumë si ide dhe mezi pres shkoj ta shijoj. Qa tjetër kemi këtu? Kjo është, më duket unaza që më bërën fëmijët. Agilomeli. Kjo kutia këtu duhet jetë, po, kjo kutia këtu është vërzëlyku që më bëri Doni, boshe do me thënë.
Dhe këtu kemi përsëri një çantë që ma ka bërë Sida. Shikoni sa cute është. Kështu e vockël, por është më shumë për të dalë. Kuptoni se unë jam mësuar me çanta të mëdha, por edhe të vogla ti përdor jashtë mase kur dal, dhe e keni parë që kam një cezë akoma më të vogël se kjo, kështu që më pëlqen shumë dhe këtë me zipres ta kombinoj me disa nga veshjet e mia që dhe sot më shkon. Tani, prisni se kam dhe tjera. Këto janë dhuratat që i mora vetes, do me thënë, një ma ka marrë Doni dhe një ka marrë vetes, se nëse nuk i marrë, dhe kam thënë që çdo vit për ditëlindje do t'i bëj dhurat vetes. Këtu nga Yves Saint Laurent, do me thënë, kjo çantë është fiksim. Nuk e di. Shikoni sa e bukur që është. Një sekundë se ka 100 paketime. Tani, kjo çantë, duhet heq këto paketimet. Kjo çantë, le që është super e bukur, është dhe me rip të gjatë normal. Shikoni si është. Kjo ditëlindje mund të quhet ditëlindja e çantave, sepse vetëm çanta ka marrë dhurat. Dhe nga brenda është kështu, e cila mund të vishet, këtu kemi dhe kartat e çantës, dhe mund të vishet nga dy anët. Prandaj mora këtë çantë sepse mund të përdoret dhe sekondë kam vetë kjo shen kështu. Mund të përdoret dhe nga kjo ana këtu, kthehet e gjitha pra, kthehet e gjitha nga ana tjetër, dhe nga ana e zezë. Pra duket sikur praktikisht unë kam blerë dy çanta. Është shumë e bukur. Në fakt, isha me dy mendje për këtë, apo për një Miu Miu. Ajo më ka mbet fiksim. Është ajo tjetër, do me thënë, mbase e gjej në video dhe t'ja u tregoj, është më shumë stilim, çanta Miu Miu. Por kjo është më klasike, si ta shpjegoj. Kjo mund të vishet dhe në përditshmëri dhe për rast me çdo gjë, është do me thënë një çantë që vishet gjithmonë, dhe pse nuk është aq shumë stilim sa Miu Miu, po normal që dhe ky është stilim, se nëse s'do më pëlqente nuk do ta merrja, plus që më pëlqeu sepse përdoret nga të dyja anët, pra duket sikur kam dy çanta, jo një. Qa tjetër? Iku dhe kjo. Tani, këtu kemi këto kpucët që sot më kombinojnë shumë me veshjen që kam veshur këtë bluzën nga Santeza dhe këto pantallonat, do vetë tregoj pastaj veshjen. Dhe këto kpucët në fakt më mori Doni për ditëlindje, se këta më mori për vjetor, kpucët më mori Doni, çantën ju thash ja kam bler vetes dhurat, dhe këto kpucët këtu më mori Doni. Janë shumë të bukura, i kam pas fiksim që par vjet. Më pëlqen shumë ky stil e dini, sepse këto mund t'i vesh dhe me xhinkse dhe me pantallona më serioze, dhe me funde mund t'i vesh me çdo gjë, plus që janë bardhëzite dhe më kombinojnë me çdo gjë. Qa të keqe ka Gucci që kjo pjesa këtu është shumë e rashitshme, kështu që uroj mos të thej turin, i kam marrë në numër 39.5, sepse 40-ën e kam të madhe, 39-ën të vogël, dhe u gëzova shumë kur më thanë që kanë dhe 39.5. Mund t'i veshun tani këto. Po, mund t'i veshun tani këto. Vjen dhe kesh tani në fakti të dorë të punë, dhe të t'i shkoj dhe pres dhe bëm tër plura. Nëse do shikoj. Dhe këto, s'kam me boll, ishin me do të më thuash. Të mbyllim dhe këte. Pra këto ishin dhuratat e mia, besoj se s'kam marruar gjë, nuk kam gjë. Dhe të falenderoj pa fund dhe gjithë njerëzit që më kanë thellë lule. Agathia që u kujtua nga larg të më bëj
dhurat Lule, kishte fol me Holtën dhe misolli Holta nga Ana Gathis, kështu që mu bë shumë qefi. Edhe gjithë të tjerë që më sollën, shoqet e mia, Gulbena me Elonën që më sollën lulet dhe atë pjesën, atë si quhet që është me fruta të thata dhe kështu. Edhe vajzat e Saudesës më sollën me fruta të thata, kemi ngrënë gjitha. E shqipjat që më solli buqetën e madhe, e të falenderoj pafund, mami që më solli lule. Më erdhën shumë lule dhe jam e sigurt që do kem harruar ndonjë tani, po herga le purushi me Holtën e Gysi normal. Pra iku dhe një ditëlindje njerëz, u rrita dhe një vit më shumë. 100.000 subscribers nuk vajtëm këtu në YouTube, dhe pse kisha shpresën që për ditëlindje do kemi shkuar, do të kemi plotësuar 100.000 subscribers, por nuk ka problem. Të paktën deri për vitin e ri, besoj se do kemi vajt, do t'i kemi kapur 100.000 subscribers. Gjithsesi, unë dua t'ju falenderoj pafund për secilin nga ju. Jam tepër mirënjohëse që më ndiqni kaq kohë dhe më suportoni në çdo hap dhe më mirë kuptoni që nuk kam bërë video këto kohë dhe më shkruani vazhdimisht në Instagram dhe këtu në YouTube ku je Daisy, na ke munguar, pse s'bën video, dhe e shikoj që e keni ndjerë mungesën time dhe nuk di, jam tepër mirënjohëse dhe gjithë faleminderit e të gjithë ju që keni ardhur te dyqani dhe më keni takuar nga afër, keni ardhur apostafat vetëm për të më takuar. Faleminderit pafund të gjithëve dhe për urimet e ditëlindjes normal, ju falenderoj pafund. Për pak do filloj edhe vlogmas, erdhi dimri njerëz. Kisha filluar të bëja edhe një video back to school me gjërat që i blevëm Agelos, se Eli nuk është se ka bler akoma, Eli futet në universitet dhe në videon e radhës do ju themi se çfarë do vazhdoj Eli. Por Agelo ka filluar tashmë. Tham do bëjmë edhe një back to school video, por fillova të filmoja sepse vajtëm në mal të zi dhe mora disa gjëra për Agelon, nuk u bëra mbar. Për të bërë këtë video në back to school dhe ju kërkoj ndjes, sepse pothuajse çdo vit kemi bërë video back to school, por ju më mirë kuptoni dhe e dini që kam qenë ngarkuar, prandaj s'kam bërë video. Tani, sot ju thash jam për udhëtim dhe kam qëndruar deri tani, s'kam vajt akoma në punë vetëm për të bërë këtë video. Por tani duhet të iki dhe do ta editoj gjatë rrugës që do nisem për udhëtimin që ju thash. Dhe tani do ta keni parë. Faleminderit që më ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like nëse ju pëlqeu kjo video. Shtypni zilën që t'ju vijë notification sa herë që postoj video dhe ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Pashim angels.